حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر Fjala ihdina sirata al-mustaqim është një lloj duaje. Është një lloj duaje. O Zot, na drejto në siratin mustaqim, në rrugën e drejtë. Ama sa të qëndrosh në rrugën e drejtë, mbahet nga ty. Për te ardh. E kjo është ajo që Allahu kërkon, thotë, thumë stekamu dhe nuk u luhatëm. Nuk u luhatëm. E kjo paluhatshmëri të dashur vëllezër. Kjo paluhatshmëri është rushni. Më thonë, ti kur qëndron i paluhatshëm gjatë sfidave të jetës, stuhime që të përplasin, herë në lume, herë në breke, herë në oqeane, në mbi oqeane, në bregun e oqeanit. Kur ti ballafaqohesh me vështirësitë më të mëdha, atëherë në këtë rast, i dashur vëlla, vjen në pikpyetje paluhatshmëria jote. E kur qëndron i paluhatshëm, atëherë kur e ke gjithë rushtin. Jo kur e ke gjithë sirati mustaqim. Se sirati mustaqim ma shumë e ka fjalën për në paqe. Ne krejt jemi, alhamdulillah, në xhami jemi sirati mustaqim. Kemi janë të falin gjuma, ashtu, nuk kemi në udhë keqet, as që kafe, as në diskotek, as kafiq nuk jemi. Jemi në xhami, alhamdulillah, jemi në sirati mustaqim kështu me radhë. Aman, në rusht je për jashtë. Aty do ballafaqohet namazi yt me realitetin e jashtëm, jo me realitetin e brendshëm. E atje për jashtë duhet të qëndrosh i paluhatshëm. E këtë paluhatshmëri, dashur vëllezër, e ka kërkuar banorët e shpellës. Prandaj ta do jap inshallah mbret të shpjegoj shkurtimisht 4 shembuj. Gjithë shembuj që nga Kurani nuk e di çfarë. Ne më shumë merrem me Kur'an. 4 shembuj që përmendën janë 3 shembuj janë në kapitullin Kehf, një shembull është në kapitullin El Jin, ajeti numër 1 dhe ajeti numër 2. Më thonë, ne siratin mustaqim mund të jemi, edhe shpresojmë të jemi, edhe lutim Allahun të jemi vazhdimisht në rrugën e drejtë. Mirë po, në të vërtetën është për jashtë, jeta praktike. Kjo sirati mustaqim është një lloj duaje, luçi që të jesh në rrugën e drejtë. Por rushni, sipas Kur'anit dashur vëllezër, është më i madh se sa sirati mustaqim. Çfarë është rushti sipas Kur'anit? Rushti është të gjesh të vërtetë. Rushti është për shembull në kohën e globalizmit, në kohën e vakcinave, në kohën e ukrainizimit të botës, në kohën e epsteinizimit të botës, në kohën e trumpizimit të botës, në kohën e pislloqeve më të mëdha, kur e vërteta ngatrohet me të vërtetën, kur ti mendon se je e ke gjithë vërtetën, në fakt nuk e ke gjithë vërtetën, se kur e vërtetën dhe e ke. Ti mendon se mirë je. Ti mendon se mirë, a unë që ish gabim? Saktë Allah në lut. Ti mendon se je sirati mustaqim, në rrugën e drejtë, ka uzon Allah. Mendon, mendja jote. A unë që ish gabim? Jo me fe kemi të anon, me vetën tanë, me praktika jote, se si qasësh jetës edhe të vërtetës, mund t'jesh u gabim. Për shembull, mund t'kesh një qëndrim shumë të gabuar ndaj çështjes palestinane. Edhe vazhdimisht i shanë arabët, vazhdimisht i shanë muslimanë, vazhdimisht i shanë palestinezë, këtë më radhë. Mund t'kesh qëndrim të gabuar ndaj komunitetit pashtisë të islam edhe maqëni. Edhe vazhdimisht i shanë xhobarë, vazhdimisht i shanë kofein, vazhdimisht shanë reaset. Pse? Po di unë një ciklimi i vogël mendjen tonë ose diçka, edhe ti po ke marrë qëndrim të gabuar, mund t'jesh gabim.
ose ke një qëndrim të gabuar ndaj sunetit të pejgamberit alayhis salam. Mund mendoj se s'ka lidhje, ditë. Çfarë ditësh? Ose me Kur'an, stakfullah. Jo deri në këtë derë se ti namaz fares, po flas për masën e përgjithshme. Ta gjesh të vërtetën, ta ndash të vërtetën nga e pa vërtetën, dhe shkoj o shumë problem. Se ti, në fakt, nuk e di se çfarë bëhet. Për shembull, fitneja dashur dhe fitneja e di sprova, fitneja është lloj sprove. Në Kur'an fitneja ka shumë kuptime, fitne ka dhe do të thonë ndëri. Po flas për fitne si sprovë dhe jeton në shekullin 21. Fitneja e sotshme e bën njeri përmes mediave dhe rrjeteve sociale që mos mundje ta dalë të vërtetën nga ta vërteta. Këtë Kurani neve na kërkon, ma shumë se sa Sirati Mustaqim. Në Sirati Mustaqim mund drejtohesh me një dua, Allahu inshallah ta pranon, edhe fillon fares në usto. Aman, në realitetit mund të kesh qëndrim të gabuar. Kurani këtë do të na mësojë. Ta mësoj me realitetin. Se ti ke problem me realitet, nuk ke problem me gjami fares, super, edhe dhe. Apo ne kemi problem me realitetin. E thëmi si shemë, të mëtur atë ramirë të zbresin në tokë, Allahu në shanë në kaptinën ke, ajeti numër 10, e dini kaptinën ke që është shumë mirë të lecot ditën e gjuma, natën e gjuma, edhe ditën e gjuma deri në namazën e akshomit. Allahu inshallah na mbron prej fitnesë Dejjalit, ashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sidomos ai që mëson për meç në 10 ajetet e para të surës Kehf. Do të thonë, jo rastisht këto dua, këto gjallë i kanë në surja Kehf. Pse? Se fitneja e Dejjalit, dashur dhe fitneja e Dejjalit që do paraqitet ai Dejjali që Allahu do japet mundësi të bëjë mrekulli si të Zotit të saktë. Doni dimër, po e dimër, doni verë, po e verë. A doni një liqet madhë, një ditë kësimon, qëre një liqet i madhë. A doni në janar, në djetorë, të dalet djeli madhë, e të qeli lullit, po, që qeli lullit në situarit në mënarë. Këto di bujët të gjavë. Po teknologjia e soqme, që ndryshon mendim në qëndrim të njerëzimit mbarë botën, nuk është ishme e vogël se sa fitneja e të gjavë. Edhe Allahu e ka zbrit surën Kehf, dashur vëllezër, që neve të na qëtë sy ndaj realitetit të jashtëm. Jo ne si e shohim, po si duhet të jetë, si është. Se ai rezonimi dhe konceptimi, jo mund të jetë i gabuar, ti mund ta mendosh se ashtu e ndryshe, se se mediat ta bëjnë ndryshe, rrjetet sociale ta bëjnë ndryshe. Çon ta marrësh në ata orë vërtetën ta duash të pavërtetë. Me lajmet, bombardoj me lajmet, dhe ti me ndonë se shehu, se 2001 me ndonë se shqiptarët e terroristës, ato luftoni për drejtet që tiri, media shtarkojnë, edhe më në bankiri, në gokët e në tjerëve, që këto e në të kanuar. Kjo të gjallizëm i sot. E Kurani mundohet që neve në hapë dhe syrit e zepës, mendet dhe të bavit. Për shehu, thot në ajeti numër 10 të surës Kehf, për çfarë u lutën banorët e shpellës. Ju e lexoni surën Kehf me siguri shumica prej që dini të zoni i Kur'an, edhe shit s'ka lidhje, i sevapi është i njëjtë. Në surën Kehf dini atë sprovën e imanit. Thonë banorët e shpellës kishin u ballafaqur me sprovë imani. Unë kam përmend dikur muati që prej kretë sprovave në dyja që sprovohet njeri. Sprova me madhë është sprova e imanit. Që të arrish i dashur vëllai të vdesësh me iman, është luftë e madhe, e dini. Është luftë e madhe, të arruash imanin. Është problem nëse nuk e ruan imanin, sepse për këtë do pyetesh botën tjetër. Nëse nuk e arrit të arruash, të mbrosh shëndetin, nuk është problem, do vdesë për sa s'ponën. Nëse nuk e arrit të mbrosh pasurinë, do të është pak sugara, s'ka vdekës kur s'par bokët. Se problem. E kjo unë janë në kam, e kje tjetër në kam, e kjo unë një nkra, kje tjetër në nkra. Po nëse unë më një madhin, nuk do i gjash me muslimata që. E lufta e banorëve të shpellës këtu është.
ruajtja e imanit. Edhe jo si Dejjali do të vije, unë personalisht kam qëtër mendim për Dejjalin. Inshallah se jam gabitur thonë që ka ardhur edhe është duke vepruar, dikush që të vetë adresë. Çfarë Dejjali do më të madh se tash? Masakroa 27.000 fëmijë, edhe krejt bota 3 herë. Ti shoh fëmijë të coptuar, ne i kemi bërë kaq muat e s'kemi pa para. Ato ka ndodhur, a më s'ka pas media. Sot media ka masakron fëmijë, bota herë, i shikon të kush qanë, të kush në përrinja këtu. Si drojë, që di, po di. Po çfarë do? Dejjali nuk të goje, heq më tërë, ku të vije. Fini, se unë që në qëtë. A do ketë Dejjalin djegës, ku të vije. Po si do ketë djegës, a do ketë shumë djegës, ta ka të që shumë të ketë. A do shembo? Ti në Facebook, në Instagram, edhe në TikTok, shife një femër të kuriq, edhe shife Zakir Naiki, që thret e Islam, shekli, ose shife një djetar të famke. Kush ka ma shumë djegës? Një influencere ka me miliona djegës, një djetar Islam që mundohet të nëzjedh jetëzimi nga sira të dritë, a i ka disa qindra bia, që më ratë. Po njëjtë të punë edhe me Dejjalin. Sa ai do bëje punë që do të heqë epshin tonë. Pse? Në shkëmbim të marrjes së epshit tonë të merë, ta jep epshin të merë imanin. A nuk humbin imanin sot njerëzit për materializëm, për parë, e humbi imanin. Ne kemi përmend shpesh. A nuk shkruan punëtori sahat tepër ke shefi, për parë. A nuk shkruan shefi sahat mangut ndaj punëtorëve për parë. Çfarë tjerë se mundohej vetë. Çfarë do të themi? Çfarë do? Kjo të Dejjalisë. Edhe shumë punë të Dejjalit që do i bëjë dhe që i bën, ai nuk lodhet shumë se një pjesë të madhe të punëve të shejtanit dhe Dejjalit i bën njerëz. S'lodhet më shumë. Fatkeqësisht. E këto fëmijë, dashur, ne lexojmë. Kurani erdhi dashur vëllezër, na vetësoj, na sjellë çumi, o ti vini çum, ja ku atë muzemi. O ti mëruar, ja i vëjmë të deti, o ti mëruar gjithashtu. Qo, ashtu i tha Allah për nga me, ne nuk po për nga me të rishë të rëqeve. Qo ti, o ti ba, shife tja, shife dhe pajzë, këtar po, 1 dit, 2 dit, 3 dit, 4 dit, ju po ves, dalja të ves, dalja. Sa i nesër, nëse të thetë kur në i tanë, urën Allah të ka, ato lajtë të thejë, sa kështë më. E kjo Dejjalisë. E këto fëmijë, Allah i përmendë shumë tukë zbërat, idh awwal fitjetu ila al-kahfi, kur fëmijë ufshen dhe ushtjeves, e ka fjallën, jo bashkë fëmijë, djemë, ufshen të shpera. Pse ufshen dhe shpera? E di sa histori interesantë dhe kjo. Ju ndëgjone në për YouTube e kështu me ratë, vëllë versionesh ka e kanë bërë dhe film këtë e kanë bërë, por nuk më interesojnë mesazhet, pse ufshen, pse ikën. E dini që këto gjithë, dashur vëllezër, sa kanë qenë 5, 6 ose 4, nuk dihet saktë sa kanë qenë, këto kanë jetu mirë me mbretin. Kanë pas ushqime, kanë pas muzikë, kanë pas femra, kanë pas të gjitha të mirët në pallatin e mbretit. Mirë po, mbreti kur vendosi që të thotë nuk ka zot tjetër, unë jam zoti juaj, kthehemi në krishtarizëm, apo të çfarë do të bëjë, si të krishterë. Kur ai donte të vjet imanin nga zemra dhe të shti dashuri për dinjë dhe materializëm, to thanë jo, ne do ruajt imanin tonë. Po kjo është edhe sot, e disa shpejt mund ta humbish imanin gjatë ditës. Me njerë, besimin. Me njerë, 300 euro. E humor, trejnë, që këtu më ra. Këto gjenë çfarë thanë, jo, edhe ikën nga pallati, nga popolli i mbretit. Shkoni, nga popolli i mbretit. Duke qenë i super. Edhe ikën. Pse të rushtë të ikën, parë qenë të ri, të shijoj jetën, knaqët, ku do plaku të vinë në Gjamika dhe Karata. Jo. Këto donin të arunin imanin, këtë në mëson surja Kehf. Se kur dojtë që të vinë dhe një Dejjal, dhe një mbret, dhe një diktator, dhe një kuel një gjapirës, që juve që të devijoj ke vërteta, ju do të shkonin shpeta.
jo shpela vërtet. Shpela është simbol këtë rast, se po s'ka është shpela, por ju do të shkoni drejt të vërtetës, mos rini në palatin e mbretit, në oborin e mbretit. Du të ikni, të runi imamin, jo të knaqni shpirtin edhe trupit tuaj. Jo. Këto hikëm të runi imamin, edhe çfarë duaje po interesant. Djemë të mi kur hinë në shpelë, kur zgjodhën Allahu, nuk zgjodhën oborin mbretëror, nuk zgjodhën arin, argjetin, verën, muzikën, femra, jo. Shku të runi imamin në shpelë. Para se t'i zonë e gjumi, ju e dini shumë mirë që ato kanë qenë 309 vjetë. 309 vjetë. Kjo mrekullit, jo ma. Fizika, në kam thamë, edhe një herë tjetër, kur kemi fole ostafat për banorët e shpellë, fizika, kimia, biologia, nuk e spjegoj këtë fenomen dhe s'mund të spjegoj. Këto hi tek mrekullit e Allah dhe në shamë. Këto e muqize. Allah, kur i thëtë trupit stop, musin ka, trupi nuk kalbet. Mjekësia në duhet kalbet në ditën e 3, 4, 5, dhe ditën e 10, deri ditën e 30, gjënase vesh të zërë edhe shkadrohet mishi prej kockave. Allah kur thot, nësë shkadrohet, nuk shkadrohet, si në shkadrohet, e ka kriju trupi. 309 vjetë, ka tjetë. Para se t'i zonë e gjumë nga lodhje, dashën vezër, ato bojnë një dua. E kjo dua, duhet të kthej në fillimi me ligjeratës to. Thekallën, thanë, i qohën duar edhe thanë Rabbena atina, o Zot, na jetë nga ti milletun këtë rahme, në vëshirodhë, wa hejji lena min emrina resheda. O Zot, në mëshiro, nga mëshira jute në falë nere. Wa hejji lena min emrina resheda. Edhe na udhëzon, na përgatit të jeni të udhëzuar drejt të së vërtetës. Nuk ka sirati mustaqim. Se këto ishin në sirati mustaqim. Ishin to sigur mos ishin sirati mustaqim, to ishin këmbretin. To ishin sirati mustaqim. Që do me thonë, mesani kështu është i kësaj gjërmaj, dashur. Nuk duhet të jesh i kënaqur vetëm pse je në sirati mustaqim. Unë ja, falina as, kom po agjillokin, apal dhe gjarë, edhe agjirojnë, alhamdulillah, nuk vjetë, nuk rejnë të mëra. Por duhet të ditë diçka tjetër. Ta njohish dhe ta ndash të vërtetën nga jo e vërtetë. Këtë e kërkuan banorët e shpellës. Sepse, të gjalli, kur do të vije, në thamë për nuk ka artë muati, ne do vdesem e dëshkojmë ma da e presim të gjallë, që të gjallë dhe në qëta unë nuk e di, por, për themi kushtimisht, kur do të vije të gjallë, qëfar nuk do boje? A i do mundohë që ti mos jesh në gjendje të ndash realitetin nga fantasia. Mos jesh në gjendje, me dojsh se kështu të tjetë. A tu tjetë kështu, po dhe si është sot, ju krejtë dini, edhe besoj që jeni deri në atë shkallë të vetishëm, që nuk duhet të jetë kështu bota si qështë. E Kurani donë të na mësoj dhe të na përgatis se si ta shohim realitetin e botës. Nuk mjafton se si ta shohim namazin, sa rëgjat ka një, në është njerë. Qish me këtë ke orë, e di 5 kua namazin, edhe se si namaz sa rëgjat e ka. E di ma pesni sa faze kjo, e di në kustin, e di në të janë. Ka unë në klasën e ditë të kretë të kadar, datëve të nanë për dhe, vazhdojë fakultetin. E këtë Kur'an donë të na qëjtë deri në doktoratur të daloj që të tetës nga ju e vërtere. Shkaj, këtë gjithë që Allah e këtë e përfundoj, që Allah u amundsoj të shpëtoj nga mbreti, se mbreti kush nuk boj i krishter i vrita ashtu. Këto i shpëtoj. Lëre që i shpëtoj, por bori që të flejnë, të rahatëshëm, 390 vjetë, pa ju kalbu trupi. Pse a i këthen ka Allah, në mundin të dili dhe kur përredon dhe nga i gjapa edhe nga i majta. Shikoni shfar favore shikoni, oni shkeshko mundësi, i shpëtoj kretë pire u Allah. Flen, të rahatëshëm, 309 vjetë qenin e kishin për parët e hingje për të mëratë. Allah, me cili u Allah kretë të mira, a nuk kish mundësi që amare shpirtin mbretit dhe këto t'i qonë të t'i bante fitin ta. Kishte mundësi, për Allah vazhjonë për të përmëqë. Këto
Allah pse se bëri këtë? Nuk e bëri se duaja e këtyre nuk ishte, o Zot na bën fort të mundim këto. Si ne shto pa nëzet jemi, kur në gjëmë të rikam të një shaqirit e në mënerë, kitë sërbine për brasë. A në fakt, realitet është qëpër. Këto e pa mundësin e vetë. Shumë kodikë shumë këtë një, shumë të metër. Qëfar tha? O Zot, nga mundësot të shumë vërtetën dhe të arrujt vërtetën, të shumë si në vërtet, jo është të si në sërbohet. Se këto të, në koment të lecoje, si kur të qilut Zotit, ta mund që mbreti dhe mund që pa problem. Dhe mund që. Nuk thanë o Zot në e fitore, jo, nuk të është fitore. Këto ndonin të arrunin imanin e vetë, që neve në mësoj sot, je i dobet për fitu, po, lute Allahun të paktën të arruesh imanin dhe të qorë vërteta si të vërtet. Allah në afrët të dibi inshallah, në vetë disot të dibi i mbrojt fëmijët tanë, gjeneratet e re që vinë inshallah. Allah më qënë sytë të zemrës, të mendjes, të shpirtit dhe të balit, të shohën vërtetën si të vërtet inshallah. Vënish dhe ajtë Fatiha.